Të dashur qytetarë dhe qytetare, zonja dhe zotëri deputet, procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian për Partinë Demokratike është dhe mbetet ylli polar i programit saj. Është dhe mbetet objektivi më madhor i këtij programi, mbasi ne konsiderojmë integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian si të ardhmen më të mirë për qytetarët shqiptarë. Por ne, në dallim nga ju, këtë proces në interesin vërtet jetik të qytetarëve shqiptarë e marrim si një proces të bazuar në merit dhe performancë, kurse ju e ndërmerrni këtë proces të bazuar në mashtrime, në manipulime, në censur, në fshehje të vërtetave. Ky është dallimi më esencial që ekziston midis nesh dhe jush. E vërteta, lufta në Ukrainë, siç i thon asaj fjalës, se çdo e keqe vjen për një të keqe, lufta në Ukrainë krijoi në Bruksel dhe kancelaritë europiane mendimin se Ballkani Perëndimor duhet me një proces intensiv të integrohet në Bashkimin Evropian. Në këtë kontekst, kjo ishte një gjë shumë pozitive. Dhe kjo jo standardeve apo punës së këtyre vendeve, por parazgjithash kriterit gjeopolitik. Partia Demokratike ka deklaruar në atë kohë se Shqipëria nuk plotëson asnjë kriter tjetër përveç kriterit gjeopolitik, por ne mbështesim qoftë dhe vetëm bazuar në këtë kriter integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Mirë po, çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi? Ndodhi që gradualisht ju faktuat ata që ne faktuat të gjitha ato çka ne kishim thënë për ju. Faktuat me vepra konkrete se ju jeni jo për integrimin, por për plaçkitjen, pasurimin e paligjshëm të shqiptarëve. Dhe sot shqiptarët duhet ta dinë se ky 6 mujor, ky 5 mujor, ka qenë 5 mujori i interesit maksimal, i debateve më intensive në Bruksel për Shqipërinë. 3 misione, fact-finding, faktmbledhëse, dërgoi Brukseli në Shqipëri, që të gjitha për shkak të mashtrimeve, bëmave dhe gjëmave tuaja. Erdhën të vërtetonin në Shqipëri gjëra të pabesueshme që i ndigjonin. Dhe konkluduar me një raport publik, Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian, të cilin ju e censuruat gjerësot me mediat tuaja, i cili u thot shqiptarëve dhe Europës se zgjedhjet e 11 majit ishin zgjedhje në të cilat institucionet e shtetit u shkrin me strukturat partijake, qesharak, nuk bëni zgjedhje, riktheni kohrat e monizmit, e partisë shtet, damkosi në këtë mënyrë. Po në Bruksel,
ju damkosët, si që jeni, korruptor, Edi Rama dhe Lubi Balluku janë bërë famzi në Bruxelles dhe në çdo kancelari europiane. Janë bërë famzi, sepse dosja Balluku dhe dosja Akshit qarkullon në mbar Europën. Janë bërë famzi, sepse Edi Rama u detyrua se s'po përdor shprehje tani, t'i fshik pucët Lubi Ballukut, kur ajo nxori të gjithë dosjet që disponon për Edi Ramën dhe hodhin kosht plerave. Mantrën me të cilën kishte tunte çdo ditë reformën drejtësi, i mbylli dyert prokurorit që s'kishte ndodhur kur në historinë e Shqipërisë. Dhe ju që flisni sot për integrimin, o hipokrit, pa nuk keni ju që votuat për Lubi Ballukun, o hipokrit? A nuk keni ju që me mandatet tuaja thika bllokuat prokurorinë dhe i futet thikër reformës drejtësi? A nuk, çfarë do diskutoni ju sot, më thoni mua? Jeni ju apo janë të tjerë? Jeni ju. A jeni ju? Që Akshin nuk krejoni komisionin hetimor, në një kohë kur lindat janë bërë famoze, në një kohë kur Armand Frangu është bërë i njohur mbar botën, në një kohë kur ndërmarrën shtetërore, Bruxelli kërkon konkurrëshmëri, ju ofroni pegmarrje zyrtarëve tuaj. Çfarë mundësi si ju sot për integrimin? Thërëni pak shqiptarëve. Prandaj iken ai, prandaj janë batha ai. Prandaj e merr, ku është Unuziu? Që merr Lubin në Peshkopi, e merr se ja ka dosjen Unuziut. Ja u them unë ju. Ja ka krijuar dosjen me Oltën Bistrin. Ndaj dhe ai Pecelepe i thot asaj. Edhe ti që më dhe mua përgjigje freudiane, unë e kisha politike, jo freudiane për time. Ku shkoja? Iku. S'ka gja. Pra, ju e keni hipokrizi integrimin. Raporti thot se ka sjellë këtu në parlament çdo 3 muaj raportin qeveria. Keni pa gjë deputet raport ju, sepse ky është armik i integrimit, ky që drejton parlamentin, sepse ky ka intereset e pasurisë tij dhe jo intereset e integrimit shqiptarëve. Po ku janë raportet sipas ligjit? Duhet të ishin paraqit në parlament, asnjë prej tyre. Raporti denon letrën famzez, dhe aty bëhet mirë që e pranuat aty rezolut. Denon letrën famzez të Ramës dhe Vučićit, që kërkoj integrim jashtë kushteve demokratike. Ç'po ndodh në Bruxelles, se ja u fshehin, që nga data, që nga fundi shkurtit gjerë sot, raporti për ato që quhen standardet ndërmjeme, vlerësimi standardet ndërmjeme, i barë. Ai raport nuk kalon përkundrazi, plotësohet, shtohet. Konferenca ndër që unë nuk di se diskutohet atje, se ne nuk jemi. Por konferenca ndër qeveritare parashikuar me datën 20 prill, u shty, nuk u bë. Jo, nuk shkoni dot. Se çka aty, unë nuk them, nuk mund të flas në emër të IBAR, por di që është diskutuar një 6-7 herë dhe plotësohet gjithë më shumë. Di që i bërë famoz për mos zbatimin, ja urdo. Ky është armik i integrimit. Olta Xhaxh ka ullet këtu. Parlamenti e mban në parlament hajdutën grabiste pronave. Çfarë thot raporti? Raporti thot do zbatohen vendimet e gjykatës kushtetuese. E thot apo se thot? Kush i shkel ato? Jeni ju. Pra jeni ju pengesa kryesore e shqiptarëve në integrim. Raporti thot të anullohen amandamentet e 24-s për ligjin e investimeve strategjike. Ju vazhdoni me to.
Faleminderit zoti Berisha. Fjalën e ka zoti Tauland Balla. Nuk kemi mundësi të japim kohë shtesë, e sqaruam. Kohën e kujt, të zonjës Vokshi. Keni 1 minutë nga zonja Vokshi. Çfarë thot? Po. 1 minutë nga koha e grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe 1 minutë nga zonja Vokshi. Jo, 1 minutë. Keni 2 minuta, mund shfrytëzoni të dyja ose vetëm 1. Pra, armiqt të vërtet të integrimit jeni ju që vidhni shqiptarët. Kaq. Faleminderit. Jo, zoti Manja nuk ka fjalë për procedurë sepse jemi me minutazh të përcaktuar. Nuk ka as replika as procedurë se jemi me minutazh. Zoti Balla e ka fjalën. Zoti Tauland Balla përgatitet zoti Gazmend Bardhi. Jo. Ju lutem, nuk mundet, jemi në diskutime me minutazh të përcaktuar. Në orën 16:30 duhet mbarojnë gjithë diskutimet. Zoti Balla, unë nuk jam Niko. Ju lutem. Zoti Balla përgatitet zoti Gazmend Bardhi. Ju lutem se po marrin minutat. Zoti Manja, e tham që në fillim, mos i ngelet atri askujt, është me minutazh të përcaktuar, nuk mund të ndërpritet për procedurë, nuk mund të ndërpritet për replik. Jo, kur të vi radha do flisni. Kur të vi radha, zoti Balla. Jo, nuk mund të jap që tani sepse nuk parakalohet lista. Kur të ju vi radha do flisni 5 minuta. Ju lutem, zoti Balla, do merrni fjalën. Me rregullore e kemi me minutazh të përcaktuar, dakordsuar në seancë dhe ndërmjet grupeve. Ju lutem, nuk mund ta bëjmë këtë gjë kur t'ju vi radha, do flisni. Zoti Balla. Të nderuar koleg deputet, zoja e zotrin, dashur qytetar shqiptar, sot nuk jemi thjesht dhe vetëm para një teksti